Qytetarët të shokuar kanë denoncuar sot praktikat e dyshimta të qeverisë që po nxirr të burgosur për të marrë karta identiteti me qëllim blerjen e dyshuar të votës së tyre në zgjedhjet e 11 majit. Në denoncimin e qytetarës nga zyra e pasaportave në Fier, thuajse të burgosur me pranga po sillen aty për të bërë aplikimet, të shoqëruar nga roje që nuk lejojnë asnjë të filmojë ose të bëjë pyetje për atë që po ndodh. Fëmijët të rritur përballen me situatë të pazakontë, madje të frikshme, por policia po shoqëron të burgosurit me arrogancë, urdhëron të pranishme të mos filmojnë zhvillimet, si dhe hyn paradh për të kryer aplikimet. Për fat të keq, ka dyshime të forta se të burgosurit nxitën të votojnë të diktuar nga zyrtarët e pushtetit, që kontrollojnë institucionet e dënimit, në një praktikë abuzive që cënon integritetin e votës dhe të zgjedhjeve në Shqipëri. Kjo situatë ka ngjallur shqetësime mbi integritetin e zgjedhjeve dhe manipulimin e votave, duke dëmtuar kështu një nga elementet më themelor të demokracisë. Qytetarët dhe organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, ndërkohë që bëjnë thirrje për përforcim të kontrolleve dhe mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor.